Gjemajli. Gabojnë të Ignatja. Përbon Vllaznia. Ildi Gruda. 40 kanë nisur të diskutojnë mes tyre se cilat do të jenë lëvizjet që do të bëjnë pjesën e dytë. Kërkohet balaj, topi me kokë, mbyll Sota. Kanë faulla taktik, si të Aleksi tash edhe Ka pas dhe protesta mes tyre. ja, e mora të mirë qenë vetëm pjesën e lutër taktike. Patjetër që Aleksi është Qato tani. Gjemajli. Gabojnë të Ignatja. Përbon Vllaznia. Ildi Gruda. Kamera. Kategoria. Repaj. Topi gjatë i tij. Deliu e kontrollon mirë. Vjen ky kërsim drejt i Todës, mbyll Repaj, Çoba, edhe një tjetër Repaj, Deliu, ka faul, goditje lutojnë 90 minuta dhe dy shmuqës me skuadrën shkodrane që shkelmon topin e parë me një Repaj, për para drejt Bekim Balajt, provon ta ul për malën mjaft mirë, kërkohet Repaj. Kemi hyrë tashmë në minutat e fundit të takimit. Repaj. Topi gjatë drejt Balajt në rrym Bruno. Repaj rikuperon këtë top. Provon më pas nisë Çobën. Ka hapësirë në prapa vjen Korçare Çoba. Topi marrë mjaft mirë nga Serian Repaj. Kemi gjatë dhe Kleandro Leshi që e kthem pas. Edhe një tjetër Serian Repaj provon ta shqetësojë Da Silva, topi gjatë i tij drejt Balës. Shohim Qato kanë në krahun e djathtë. Shohim Gurishta është zhvendosur në qendër të mbrojtjes, ka bërë këtë zgjedhje Thomas Bërderis, ka tërhequr malën në linjën e djathtë të mbrojtjes. Lejuar duke tentuar sigurisht që të jetë pak më sulmuese tani Repaj në këtë duel me Ujkën më tej Aleksi. Me thembër Fangaj, topi Po në shtëpi të Vllaznisë përballë Byllisit, sërish Stojanovic dhe Bekim Balaj, edhe Balaj golashënuesi, së bashku me Lushke me nga Përballë tij është Gurishta, lëviz pe poshtë, shkon drejt qendrës, provon të arkim të ëmbël në zonë duke që kryetarët e UPS aty i prishin punjit i tjetrit, top që shkon më tej tek Esat Mala. Ekzekutoi këtë goditje të lirë. Topi gjatë. Ryn Repaj, pas është Qato, Niset Delaj. Këtë topa adres Abazaj. Provon Wallison. Krymi për Gurishtën. Ka në krahun e djathtë. Shohim Gurishta është zhvendosur në qendër të mbrojtjes, ka bërë këtë zgjedhje Thomas Bërderis, ka tërhequr malën në linjën e djathtë të mbrojtjes. na deshim me 3 lojtar kundër 2 të Vllaznisë. Lushke arkon edhe një herë, topi lart në shtyrë dy vjen Sota me kokë, një goditje si mirë. Repaj largon në një tjetër goditje nga këndi e katërta për Aktilievski. Topi gjatë i tij kërkohet Peralta, por ndërhyn aty Sala me kokë. Repaj për Ndreca. Dueli me Ignatjes, kampionët në fuqi. Këtë top drejt Berkos, mbyll Repaj, më pas Deliu, e dërgon tek Gurishta. Vjen ky kërsim drejt i Todës, mbyll Repaj, Çoba, edhe një tjetër Repaj, Deliu. Ka faul, goditje Ka kaluar tek Apolonia për të rikthyer në Shkodër, ndërsa pam dhe dodajnë të Duart Rokitej nga tifozët shkodran me të drejtë. Repaj bën prekjen e parë të topit me kokë, provon të dalë Vllaznia, por Rikuperon Skënderbeu, Shaqe.
Me njerë provon gjej Charles Bismarck. Ullje e mirë topit, por i sakt në mbyllje. Edhe njerë Bakayoko tani pasimi nuk është i sakt. Rynë Repaj, Rynë dhe Ujka. Provon edhe njerë Bakayoko. Tjetër duel me Repaj, fituar nga mbrojtësi Vllaznis. Qato tani për tek Iago. Provon ekzekutoi këtë goditje të lirë. Topi gjatë. Rynë Repaj, pas është Qato, niset Delaj. Këndi jashtë zonës së tij, shkelmon në drejtim të Berkos. Rynë Repaj, Deliu, e ndjek Kamara, vjen dhe për Gjoni. Fon ty vetë drejt qendrës Nani, ky vertikalizim Krymi. Edhe një tjetër Nani. Mbyllet pa faul. Topi takon Shkodranëve Guri. Sota tani. Kërkohet edhe njerë Bakayoko. Rynë me kokë Repaj. Bëtej Aleksi, gati topi godet Aleksi. Në fundin e këtij dueli Repaj rikuperon këtë top. Shtu Maçolli tani, Teuta me shumë këmbgulje rikuperon shumë topa në mesfush dhe provon me njerë të shkoj përpara. Demirçani i mbyllur nga Repaj, që e kthen topin tek Jukaj Shkelmon. Bibo luan për tek Traore, mbyllet nga Bajrami. Gjatë rreziku vion Repaj me kokë. Për tek Bekim Balaj nuk arrin dot kapiteni i Vllaznis. Këtë top adres Abazaj. Provon gjej Wallison. Krymi për Gurishtën. Iago kërkon tani Malën, i cili nuk ka arritur gjej pasimin e dur. Si çdo finale dhe kjo është një finale ku minutat e Aktilevskin. Topi gjatë i tij kërkohet Peralta, por ndërhin aty Sala me kokë. Repaj për Ndreca. Dueli me Ekipi të Laçit për të afruar disi më tepër kundërshtarin. Pas për të aplikuar një lojë me topa të gjatë. Ka kaluar tek Apolonia për të rikthyer në Shkodër, ndërsa pam dhe dodajnë të Duart Rokitej nga tifozët Shkodran me të drejtë. Repaj bën prekjen e parë të topit me kokë. Provon të dalë Vllaznia, por E humbe topin me sushori i Vllaznis.